BMW e madh për performancë. Kjo është BMW iX40 e 2025-s. Më thonë është version komplet elektrik kjo seri, nuk ka me motor. Edhe ka numrat sipas fuqisë, 40, 50, 60. Kanë bërë dhe faceliftin tashim duket për 2026, kanë bërë 45, i kanë ndru pak emërtimet. Ky version ka lloj nivelesh opsionesh, po kjo që kemi këtu është me drita lazer, tu ka radarin, normal kamera 360 gradë, po këtu kanë integruar radarin te kjo pjesa këtu. Kjo s'ka nevojë me pas grila tap, se s'ka qaftof, s'ka motor mrena. Si dizajn fillim ka qenë pak ndryshe nga këto BMW-t e tjera, po nuk është e shëmtuar, krahasu me këto makinat e tjera elektrike çfarë po bëjnë, mirë është kjo. Këtu sistema, këtu futet uji i xhamave. Kofa nëse japet fare, ka baterit, ka elektromotorin, se baterit më shumë i ka dhe poshtë. Këto çamet këtu nuk i ka kot, i ka funksionale, futet ajri aty, shkoftof frenat para. Këtu në vend si makinat e tjera ku futet karburanti, normal kjo ka karikimin AC, DC. Kjo karikohet nga 0 në 80% për 30 minuta.